Besoj ndjesia më e madhe është tulatja. Ka një tulatje të votuesit në Kosovë. E para për mosbesimin ndaj institucioneve të tij, po dhe kapacitetin e individëve të cilët mund ta sjellin këtë ndryshim. Nga ana tjetër, po ta shikoni me kujdes edhe në parashikimet më të thjeshta, duket që konfigurimi nuk do jetë shumë i largët nga konfigurimi i zgjedhjeve të shkurtit. Dhe kjo përbën dilemën e madhe të qytetarit kosovar, që do kemi atë krizën e madhe që të vazhdoj me javë, me muaj, pa fund apo jo. Duket që zhvillimet më interesante i ka pasur lista sërbska, po mendoj, dhe komuniteti minoriteteve. E para për arsyen e madhe që Beogradi po ndërhyn si zakonisht, po këtë herë ka ndërhyrë gati në mënyrë fatale me shpalljen e 350 vendeve të punës, dhe për shembull ata që e njohin pjesën e veriut të Kosovës, po edhe Graçanicën dhe komunat e tjera e din shumë mirë që serbët e Kosovës vërtet kanë probleme të jashtëzakonshme dhe vendet e punës me tërmend që kur premtohen, patjetër që edhe përkthehen në vota. Por po ta shikoj me kujdes, prej kohësh ti shikon që në Kosovë ka një lloj narrative që çdo lloj bashkëpunimi me pjesën serbe quhet si tradhti kombëtare. Megjithatë shumë përgjime të shumta kanë treguar që partitë kanë pasur lidhje me ta të vazhdueshme. Pra, pak a shumë kjo është pjesa të themi në rrafshin politik. Po të shikoni ke programet e tyre, po thuaj se janë të njëjta me programin që parashtruan në shkurt. E vetmja gjë është pjesa tashmë e një gjuhë më të qetë. Pse? Gjua që është përdorur, sidomos në fushatat e fundit, ka qenë agresive dhe ashpër, dhe kjo në një farë mënyrë penalizoi vetëvendosjen për bashkëpunim. Dhe në rastin e PDK-s ka një risi në mendimin tim, sepse përveç ndryshimit që kanë bërë në leadershipin e tyre, Zoti Hamza, që i ka prekur të gjithë nivelet e pushtetit në Kosovë, ka treguar që nuk do ketë vija të kuqe. Dhe kjo në një farë mënyre lësh tek edhe për një bashkëpunim të mundshëm. Po, PDK-ja ju ofrua vetëvendosjes, domethënë disa muaj më parë, por të themi marrëveshja e tyre u prish për gjëra krejt skajore. Në këtë rast, duket se të gjithë palët po i gjurmojnë njëra tjetrën, po duke i ruajtur këtë diskursit të ashpër. Në logjikën ekonomike, mendoj që Zoti Hamza... Që të jenë komod, besoj në artikulimin për aleancat e ardhshme. Por, po të shikoni me kujdes, ka një avantazh të vogël për sa i përket shpjegimit të programit. Zoti Abdi Xhiku që vjen nga shoqëria civile dhe ka formim ekonomik, dhe Zoti Hamza që ka qenë administrator. Pse? Ata shpjegimin, konceptimin, por edhe në një farë mënyre ato implementimin që ata u kanë shpjeguar njerëzve kanë qenë më të thjeshta, më të kapshme, se sa ato që ka parashikuar vetëvendosja. Por vetëvendosja po mbahet shumë me gjuhën e shifrave. Ju e keni parasysh që duhet të themi të vërtetën që buxheti është rritur me ta, rritje është bërë edhe për sa i përket sektorëve të pensioneve. Po, por vetëm që vetëvendosja si zakonisht ka rrëshqitur nga diçka që ka qenë në thelb të palcës së tyre. Dhe ajo ishte që zgjedhjet duhet ishin fair, por ata domethënë ju e dini që hedhja e 100 euroshit që ata kanë premtuar do jetë në orët e fundit dhe madje ditën e ëndë do ekzekutohet. Na kujtoi fundin e fushatës në Shqipëri. Po, absolutisht. Dhe kjo është ndikim, besoj, goxha i madh që do i përmendet edhe në raportin për zgjedhjet. E kuptoj. Altin? Cili është gjykimi yt mbi fushatën? Shkurtimisht, sepse besoj që u mbuluan pjesa më madhe çështjeve dhe temave nga zoti Andoni. Një lloj edhe unë mendoj që kjo është një fushatë relativisht e moderuar nga gjitha palët politike, sepse zgjedhjet e të dielës ka shumë gjasa që të prodhojnë një fotografi që prodhuan zgjedhjet e shkurtit. Edhe vetëvendosje, por edhe aktor tjetër
të tjerë politik, po lën hapësirë që në një rast të tillë eventual të kenë mundësi që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe të ndërtojnë një qeveri e cila do të sigurojë